kam 70 kërë lëpë qështërë. 70 kërë lëpë. 100 komplet me visa me komplet. Që shunive sot, a mendon që protesta e sot me ka me posta du pak të efekt? Na shpresojmë që mos të hasën vesh shurë kjo protestë. Kjo është vetëm fillimi. I lutem ministrisë, i lutem gjithë aktorëve politik, qeverisë, me morë mosa, me ndalu qumshtin plur, vajnë e palmes. Edhe me njerë pika parë është mu grëmullu qumshti, për ndryshe na falimentum, shku me dëmë. S'kem zgjidhje tjetër. Na i lutim nuk jem kundaj me marë analiza, me shku inspektorat, me marë analiza, në gjitha fabrikat, dhe të shkojnë, në regullim, nuk jem kur farë si me tonë. Po, kur farë problemi. Po, qumshti jonë mos derdhe. është gjëna, kem kredita, kem gjithë këta farmerë këtu janë shdytun kredita, që e kanë rritë prodhimin. Na e shesim qumshtin nga firma, direkt prej lopës. Qumsht 100% natyral. A mendon që ka ngjyrë politike sa do pak kjo që ka ndodhur mes vitës edhe mes? Nëse ka ngjyrë politike, unë i kam 70 kërë lëpë qumshtore, hajde në firma, të e shini firmen, u ka farm, shati zahac, edhe evidentani, është politika anëvështë. Dëgjom që patë edhe të arrestuar. Neve nuk na intereson politika, neve na intereson qumshti më morë, më këthuj smimi i para 2 muajve që shofonë se për ndryshe na kem këtë smim nër kostet prodhimit. Smim shumë jollë që nuk mujme përbalu.